Mirdita dhe përshëndetje miq të Partizani Channel me këto pamje të drejt për zreda këtu në Arenën e Demave. Vëhet gati nis takimi i javës 19 ndryshe takimi i parë i fazës së tretë të play-offit, takimi i parë i zjarrt i kësaj faze që pritet me shumë interes në të gjitha grupmoshat, duke filluar nga grupmoshat e 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19 ka gabuar pra. Le të shikojmë të mundësi. Çupi i gjendur me 3 fanella të skuadrës Apollonis nuk ka arritur të bëj maksimumin. Tashmë është Qazimi. Beqira i largon për një moment të Çupi, tashmë Idriza i mund të përfitojë, niset shpejt Partizani të djathtë teksa Karina është postuar në djathtë për të treguar rishpërinë, por ndërhyn me saktësi Mulbahja. Tiro top. Ndërsa një lajm i mirë vjen nga skuadra, nga fusha e Firit, pra teksa Ergit Hyka ka shënuar, ka zhbllokuar sfidën në Partizani. Është në avantazh 1 golit në minutën e 10. Ergit Hyka, i cili vazhdon të shënojë rregullisht në duke detyruar Partizani që të qëndrojë i tërë në gjysmëfushën e tij. Andreade Mulbahaj. Qazimi, ky aksion i gjatë, hezitoi ta godiste të parën në Karina, i cili provoi me një krosim në shtyllën e dytë, aty ku vetëm Ballaj është Olawale. Mulbah për Olawale. E 25 minutë luhet në këto. Prerë për një moment rivini ansori përket të skuadrës Apollonis, teksa luhet minuta e 30. Avantazhi i 1 goli të shënuar nga numri 77 Mehmeti në minutën e 8, mban miq se i shpesh që kemi parë në këto minuta Beqira dhe Avrami. E ndërhyn në saktësi Gugalli, kjo duhej më shumë qetësi dhe dinakëri, forca. Beqira i ndërhyn Dashi. Ky top që kontrollohet nga Olawale. Kapaj. Shënoi e para me anë të Ergit Hykës, e më pas Nexha ka barazuar rezultatin. Qazimi. Olawale. Kapaj. Ndërpritet Gabriel. Ka pranë numri 5 Qazimin. Tashmë është Mehmeti. Olawale. Mulbah ka vështirë ta kontrolloj. Andreade. Kapaj. Olawale. Qazimi kontrollon lojën skuadra. Mehmeti tashmë mund të provojë Ballaj, Dashi shtyn skuadrën, ndërhyn Andreade. Tashmë Kapaj e shkelmon drejt Olawales, i cili hap lojën në krahun e djathtë. Me shpejtësi kërkohet një kundërsulm, zbret skuadra me Apollonis me resulin, vjen kjo spërkat. Qera. Një cross drejt zonës, e prek letë, e më pas provon Ballaj. Çupi largon në Resuli, e largon drejt këmbës të Qerës, një cross i ulët, kupton gjithçka. Olawale nis me shpejtësi në të majt, ka shumë. Ndërsa Partizani
Një mundësi nga kundërsulmi skuadra Polonisë përballë Mustafës, të ngushton